Temperaturat të pazakonta në Shqipëri, çfarë thon meteorologët? Shqipëria po përjeton temperatura jashtëzakonisht të larta për këtë periudhë të vitit, me termometrin që ka arritur nivele tipike për muajt e verës. Në disa qytete të vendit temperaturat kanë kaluar 25 gradë Celsius, duke krijuar një atmosferë të ngjashme me fillimin e qershorit. Sipas meteorologëve, këto kushte janë rezultati një qendre të presionit të lartë atmosferik të vendosur mbi Ballkan, e cila ka sjell një mot të kthjellët dhe të ngrohtë në të gjithë territorin shqiptar. Ndërsa marsi zakonisht shënohet nga luhatje të temperaturave dhe resheshiu, këtë vit moti është i qëndrueshëm dhe shumë më i ngrohtë se normalja sezonale. Ekspertët paralajmërojnë se ky fenomen është një tjetër tregues i ndryshimeve klimatike të cilat po ndikojnë gjithmonë më shumë në motin e Shqipërisë dhe në të gjithë globin. Parashikimet për ditët në vijim tregojnë se temperatura do të mbeten mbi mesataren, duke sjellë një pranverë të pazakontë për vendin.